A kupton? Bëje të falë, kërkoje të falë, edhe unë, ja, kjo është sfidë midis menë e ti. Thuj, më falë që ta thash fjalë, dhe unë do të them atë që thua. Atëherë e kishe kapti. Se si do që tjeti, nati, për çdo njëri që keti nuk del ka. Ti e kupton që Ervir ti si intereson asgjë, se ai është një nominim gjithmonë edhe thot, dali si dali, të bëj që të bëhet, nuk më intereson. Ai thjesht po mundohet më uli mu tani. Kupton? Po se ai është gjithmonë, të unë do ul vetëm për Ervir, ti më mirë dal jashtë shtëpie, se sa inatin unë e kam shumë të keq. E kam shumë të keq inatin. No. Nuk ka hiku. Gjithmonë, se dhe mbrëm po bënim debate me ine në krevat, e në filloj jo, kjo ka bo këshu, ori ta kam bo edhe nërsy atit Mateos dhe po ta them në sy. Ti, vajz, a do dile nga kjo shpi me a ditë kur ti bëre debat për brikenën në sy më sy? Si mu ti themu kësaj vajzë ki ke bo këto, ta ka bo filani, e ka bo për buzët, e për gjënë që skandal. Katastrofën. Apo e kus, me tonë ty... Artan, rregullo mikrofonin. Me të thonën ty ke bo buzët, kush ti ka bo buzët, se ne ke bo, e je mirë t'janë. Kush t'ka paguajt misin janë... Se ja të janë, su me thonë ti kush ti ka bo këngët, s'ka mund që ti e këngëtare madhë. Me thonë që ti e shet trupin tënd për dika. Tënë është ofendim. Po jo, po kjo është vrasja. Nuk merë më mejnën, unë kam turp të flas me një vajzë të tillë. Unë kam turp. Edhe shumë që i kam thënë dhe robat e mia, intimo që as më takon, edhe më ka kërku dhe llogaria, kupton ti ku shkon Nina? Pse ty të kanë sjell këto rroba, pse s'më ke thonë ti mu? Ti kisha veshur. Edhe ajo pritja që bëri Selin, që e priti për herë të parë dhe nuk më pëlqeu. Selin, ç'duhet? Po ja kam thënë dhe Selin, unë i kam thënë mirë se erdhesh në. Po mirë, pa ç'të duash ti me Selin me thonë se ç'a bën ajo? Po ik me gji, nuk duhet të flas për Inën. Ju lutem se më vjen për vjell. Tash bëjmë ne muhabet. Bëjmë ne muhabet. Inshallah po bëjmë ne muhabet. A hengu lele. A mërë. E këtu. Kush të binde, pse po punon vllai?